Mirë se vini në kuzhinën time. Sot do të përgatisim këto biskota fantastike me motive që janë kthyer në recetën më të dashur të familjes time. Do të nisim me 170 gram gjalp të butë në temperaturën e ambientit dhe 160 gram sheqer pluhur. Nuk ka nevojë për mikser, një spatull është më se e mjaftueshme. Përzijmë butësisht derisa të kemi një masë të butë dhe kremoze. Është shumë e rëndësishme që ta përzijmë derisa masa të bëhet homogjene. Tani do të përgatisim një zëvendësues të shkëlqyer për vezën. Përziej 1 lugë e gjysmë vaj vegetal, unë ka përdorur vaj ulliri, 1 lugë e gjysmë ujë dhe 1 lugë çaj baking powder apo pluhur pjekës. Ky kombinim i bën biskotat krokante dhe zgjat jetëgjatësinë. E shtojmë këtë përzierje te masa jone e gjalpit dhe e përziejmë me spatull derisa të inkorporohet e gjitha. Shtojmë rreth 320 gram miell në pjesë të vogla, duke e përzier ngadalë. Mos e përzieni shumë, thjesht mjafton që mielli të përsiset dhe të kemi një brumë të butë dhe jo ngjitës. Pasi të kemi shtuar të gjithë sasinë e miellit, do ta ndajmë brumin në 2 pjesë. Këtu kam rreth 2/3 e brumit, ku kam shtuar 1 lugë gjelle niseshte dhe pak aromatizues vanilje. Në pjesën tjetër kam shtuar 2 lugë gjelle kakao pluhur. Do të vazhdojmë ta punojmë brumin derisa të ketë marrë ngjyrë uniforme. Këto biskota janë pa vezë, të lehta dhe krokante, perfekte për të shoqëruar çajin apo kafen e pasdites. Këto biskota ngjaj me gurabiet e do t'ju nxjerrin mallin. Mund t'i personalizoni si të doni. Shtoni copa çokolate, lajthi të grira, pak kanellë ose portokall për një shije ndryshe. Kjo recetë është e gjithanshme dhe super e shqëndrueshme. Të cilën pjesë të brumit do ta ndaj në shrita të hollë për të formuar motivin. Do të nisim me pjesën e bardhë të brumit e do ta ndaj në 8 pjesë të barabarta. Me secilën nga pjesët do të formoj një shritë të hollë. Të njëjtën gjë do ta bëjmë edhe me pjesën e brumit me kakao, vetëm se do të formojmë 7 shirita në total.
Vendosin shritat në mënyrë të alternuar, të bardhë, kafe, të bardhë, kafe dhe kështu me radhë. Nuk ka rëndësi të jenë të njëjtët gjatësi. Çdo biskot do të dalë unike. Shtypim lehtë me dorë që të shtresat të ngjiten mes tyre. Pasi të kemi ndërtuar bllokun me motive, e formësojmë në një formë drejtkëndore dhe më pas e mbështjellim me plasmak kuzhine. E fusim në frigorifer për rreth 15 minuta që të forcohet para prerjes. Pas ftohjes, e presim bllokun e feta. Shikoni që modele të bukura krijohen. Secila biskot është si një pikturë, ndryshe nga tjetra. Rreshtojmë biskotat në tepsi me letër pjekje, duke lënë pak hapësirë mes tyre. I kemi gati për pjekje. Biskota do t'i pjekim në furrë të parangrohur në 170 gradë Celsius për 14 deri në 16 minuta. Do të jenë gati kur të fillojnë të marrin ngjyrë të artë. Faleminderit që ndoqe këtë recetë. Nëse e provove, shkruaj në koment si të doli. Mos harro të pëlqesh videon, të abonohesh dhe të ndash këtë recetë me miq. Mirupafshim, shihemi në videon e radhës.